Vazhdojmë kryrën e ushtrimit. Denata këtu në parkimin paralel midis mjeteve. Shikojmë si do e kryer ushtrimin. Bëhet timoni drejt duke parë pasqyrën e kraut djathtë pasagjerit, kur goma e pas me kraut djathtë vjen pranë piketës, ndalohet mjeti. Kthehen rrotat djathtës, ngranon marshi ecës mbrapa. Pra mjeti vehet paralel me mjetin e parkuar. Kur mjeti rrotullohet nga e djatha në majtë dhe në pasqyrë shoferit del piketa e mesit imiton targën e automjetit, bëhet ndalimi i dytë i mjetit. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Ndalimi i tretë ecën drejt me gomat e drejtuar, vendos gomën e pasme të kraut majtë mbi vijën e parkimit dhe ndalon mjetin. Në këtë ndalim kthehen rrotat majtës dhe futet mjeti në parkim duke kthyer 3 pasqyrat, mos synohen vjet e pandërprerë dhe piketat. Lëvizja bëhet ngadalë që dami të jetë sa më i vogël në parkim. Tani të fusim mjetin kuadrat duke kryer rrotat djathtas, në fund duhet të raportoj se mbaroi parkimin. Si që shikoni, shumë mirë keni kryer ushtrimin, komplimente.